Në fakt, është dhe mes ditë dhe nuk duhet filloj me ndonjë fjalë që nuk shkon, por ju thatë që erdhi dhe bëri 4 dalje në kantinën ndërtimi. Pyetja është, po në këto 12 vite, çfarë ka bërë në Durrës? Sepse të vish pas 12 vitesh dhe thua që do të ndryshoj faqen e Durrësit, kur deri tani e themi me plot gojën ja ka nxjerr faqen e Durrësit, është qesharake. Megjithatë, Rama në këtë periudhë, të paktën në këto 2 javë, ka vizituar shpesh Durrësin, siç duket dhe si pasojë e sondazheve që i dalin në Durrës, pavarësisht entuziazmit të tij që thotë do të arrijë 9 mandate, kjo s'ka përndodhur kurrë. Mendoj që Rama ka një problem me gjitha me qytetarët, jo vetëm me forcën politike apo me rivalet e tij. Rama në këtë fushat në fakt tregon pikërisht atë çfarë ka bërë në 12 vite, pikërisht tallin që ka bërë me qytetarët e Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Të vish pas 12 vitesh dhe të fillosh premtosh ujë në Durrës, të premtosh rrugë, të premtosh pikërisht ndryshim, dhe aq më tepër që në 20 e sa vite ke pasur edhe Bashkinë e Durrësit, është më shumë se tallja. Gjithashtu ai pati një takim edhe me fëmijë, apo jo, ku bëri një gest as pak të këndshëm për një kryeministër, po ofendues për çdo njeri, ishte një fjalim ofendues për çdo prind. Dhe me thënë të drejtën, pavarësisht se kalon, unë e kuptoj Ramën, e bën këtë shpesh në gjithë fushatat e ka bërë dhe dikur me darje, me tallava, për të shmangur pikërisht problemet reale që kanë qytetarët. Dakor, po të thuash fëmijëve, kërkoni për fotot e mia, nuk është tallje. Është ofendim, thash ka ofenduar çdo prind. Dhe mbi të gjitha, pyetja këtu është, dhe pyetja që do t'i bëja çdo prindi është, si e ndjer në atë moment? Nëse dikush do ta bënte këtë dhe ky nuk do të ishte kryeministri i Shqipërisë, zoti Rama, por do të ishte dikush tjetër, çfarë do të bënit? Pra më tepër ti je kryeministër, kur edhe përqendrimi është më i madh. Po të ishte një tjetër pa diskutim që pse jo, do ndërhyjnë institucionet ligjore, do të shkonte pa diskutim, se kjo është vepër penale. Ti ofrosh fëmijëve pikërisht këtë është vepër penale, tu do ndërhyjë edhe AMA, duhet ndërhyjë edhe KQZ-ja, do të hyjë patjetër edhe prokuroria dhe gjithë institucionet ligjore. Këtë nuk e them thjesht se është kundërshtar, por është e turpshme që ai që është kryeministri i Shqipërisë të bëjë këtë veprim. Dhe për më tepër kjo gjë tani është bërë bashkë, mos harrojmë që ka bërë ofendime të mëdha dhe në zona, në Karina, siç është ajo e Dibrës, ku i qyti Qyryk, shkoi në Gjirokastër, i tha kemi zgjedhur këtë kohë, tha që t'ju kursejmë një vakt, pastaj kaloi në Lezhë dhe sot vazhdon përsëri bufi Kneta dhe si ka mundësi që në 12 vitet, paktën këtë ja u kërkojmë ndihmë dhe juve media, ti thoni ndalo zotë kryeministër na thuaj çfarë ke bërë në 12 vite. Si ka mundësi që sot Shqipëria lëngon kaq shumë? Si ka mundësi që sot Shqipëria është më pak se gjysma e njerëzve të regjistruar, njerëzit janë më të varfër, nuk ka shpresë për të ardhmen dhe pushtetin e ke lënë në dorë të krimit. Këto janë pyetjet thelbësore për njeriu, se me thënë të drejtën për batutat e tij të lodhshme nuk pyet njeriu.